Përshëndetje të dashur miq, gëzuar Pashkët nëse i festoni dhe sot do t'ju tregoj një metodë shumë të thjeshtë dhe 100% natyrale për ngjyrosjen e vezëve të pashkëve. Fillimisht kemi kputur disa gjethe dhe lule të ndryshme nga kopshti, të gjitha ato që ju mendoni se do bëjnë një printim të bukur sipër vezës. Vezët që do ngjyrosim duhet të jenë me patjetër të bardha. Vendosim lulet sipër dhe do t'i mbështjellim me çorape të hollë nejloni. Ky material është materiali më i mirë për t'i ngjyrosur vezët dhe për ta mbajtur lulen sa më shtrënguar pas vezës. Çorape të vjetra që nuk i përdorni më, mund t'i prisni, t'i bëni gati dhe t'i ruani vit pas viti sa herë që ngjyrosni vezët. Gjatë përgatitjes së vezëve, sigurohemi që t'i mbështjellim sa më ngushtë që të mundemi. Në këtë mënyrë, lulja nuk lëviz nga vendi dhe gjatë ngjyrosjes printimi del shumë herë më i bukur. Ky është edhe procesi më i vështirë dhe më delikat i kësaj recete. Kur t'i kemi të gjitha gati, fillojmë dhe përgatisim ngjyruesin natyral. Po çfarë kemi përdorur, do thoni ju? Lëvoshka të ndryshme të qepës, do t'i shplajmë mirë fillimisht, do t'i shtojmë në një digan me një panxhar të kuq, hedhim ujë të nxehtë, krip edhe uthull. Çfarë do lloj uthulle që të keni në shtëpi. Kjo nuk është një metodë e re në fakt, gjyshet dhe mamat tona e kanë përdorur gjithmonë për të ngjyrosur në mënyrë natyrale. Fillimisht do ta zjejmë për gjysmë ore, do ta lëmë që të ftohet dhe më pas, kur të jetë ftohtë, do shtojmë vezët dhe do t'i zjejmë për 2-3 minuta. Për një ngjyrë më të fortë dhe të theksuar, mirë është që vezët t'i lëmë të pushojnë 30 minuta ose 1 orë tek lëngu i përgatitur. Në këtë mënyrë, ngjyra bëhet më e bukur dhe më e theksuar. Tani është koha për t'i hequr me kujdes materialin e nejlonit, do ta ruajmë për vitin tjetër dhe që vezët e lyera të duken sa më të bukura dhe me shkëlqim, do t'i lyejmë shumë pak duart me vaj ulliri dhe do t'i kalojmë sipër vezës për t'i dhënë shkëlqimin e ngjyrës dhe bukurinë natyrale. Uroj dhe shpresoj që ta provoni këtë metodë në familjet tuaja. Ka edhe metoda të tjera për ngjyrosjen e vezëve, por personalisht unë preferoj këto natyralet. Në këtë video do t'ju tregoj se si të formoni bukën e pashkës. Recetën e brumit dhe mënyrën se si e kemi përgatitur bukën e pashkës e gjeni në kanalin tim të YouTube-it. Nëse kërkoni buka e pashkës nga Klautanas Kitchen, jam e sigurt që keni për ta gjetur. Këtu po ju tregoj thjesht mënyrën se si e formojmë bukën e pashkës. Pasi e kemi formuar, do ta lëmë që të pushojë 30 minuta para se ta vendosim vezën dhe ta lyejmë pak me qumësht. Ky është vetëm një model se si formohet buka e pashkës, jam e sigurt që ka edhe shumë modele të tjera, megjithatë, kur të kemi kohë, do t'i sjellim edhe ato modele. Ju përshëndes dhe uroj nga zemra gëzuar Pashkët. Faleminderit që më ndiqni dhe jeni pjesë e kanalit tim.